Nderuar shikues, sot podcasti i radhës është me një zonjë nga Elbasani, me zonjën Bianca Çopja, anëtare e Këshillit Bashkiak të Partisë Demokratike. Përveç saj, zonja Çopja është marrë shumë edhe me çështjen shumë e dëgjuar në Shqipëri, thonë keqe, djegsat ose incineratorët, të cilët kanë vëllabitur, kanë marrë paratë e këtij vendi dhe mund të jetë nga skandalet më të mëdha financiare. Gjithsesi, për më shumë do na sqarojë zonja në detaje çfarë ka ndodhur dhe pse ky skandal ka qenë madh, ende popullsia dhe njerëz të thjesht, votuesit të thjesht në perceptimin tim, ende se kanë përpirë, ende se kanë kuptuar. Bianca, faleminderit që jete kohë dhe futu direkt në temë. Faleminderit ju zot Elizoti. Atëherë siç ju e thatë, un kam rreth 3 vite që merrem me çështjen e inceneratorit. Por për të qenë më konkretisht që në periudhën e zgjedhjeve lokale në vitin 2023, gjatë kohës fushatës, ku njerëz duke takuar njerëz të ndryshëm, shfaqeshin një problematikë shumë të madhe lidhe me grumbullin e plerëve që vetëm mblidhej aromën e keqe, ato me problematikën se ku shkonin këto plera, se normalisht ato plera në ato vendodhje ku janë, kalojnë direkt në lum. Dhe kjo pastaj automatikisht ndot të gjithë pjesën e ujit, të detet, të florës, të faunës, të gjithë pjesës tjetër. Dhe duke qenë në periudhë fushate, u bë ndezja e famshme e inceneratorit në prill, por duke qenë se më pas ra një zjarr, që ky zjarri ndodhi për shkaqe natyrore, në shtator të vitit 2023 u nis kërkesat e para ndaj bashkisë për të marrë informacionet e dukura. Një ndërprerje vogël, se zjarri në botën e kriminalistikës është gjithmonë për të shqyrë gjurmët. Është shqyrësi më i mirë i gjurmëve. Mos ka lidhje ky zjarri për të shqyrë gjurmë? Po, në të vërtetë, shkaku kryesor ishte për të ulur sasinë e mbetjeve që po grumbullohej në incinerator. Kishte të kaluar çdo përmas të mundshme. Dhe u bë zjarri, ul sadopak sasia e mbetjeve dhe më pas duke marrë shkas nga kjo që ndodhi, dërgoi kërkesat në Bashkinë Elbasan për të marrë informacion se çfarë po ndodh. Duke qenë se faktet tregonin që ky incinerator nuk punonte. Dhe ndërkohë, tendera vazhdonin të bënin, pagesat kryenin, punëtorët vazhdonin të shtoheshin, po çfarë po ndodhte? Dhe ndërkohë nuk merrnin asnjë përgjigje. Dhe mbas disa kërkesave të vazhdueshme, në dhjetor të vitit 2023 vjen një përgjigje ku Bashkia e Elbasan na thotë që nuk kishte asnjë informacion për inceneratorin. Dhe i drejtohet shoqërisë Ekoelbsha për të marrë përgjigje. Por në përgjigjen zyrtare që Ekoelbi na ka sjell, na thotë që ka njoftuar instancat përkatëse për të gjetur problematikën që ka ky djegës, ky incinerator. Pyetja ime e shkurtër, pra, pse me që vetë podcastin nuk është i gjatë. Në bashkinë në qarkun e Elbasanit, në qytetin e Elbasanit, ka ndonjë që është përpara përgjegjësisë për rastin e inceneratorit, është dikush në një fjalë burg, nuk është dikush që është në hekura, në hetim në lidhje me këtë çështje? Në dijenin time është hapur një hetim i cili vazhdon, por momentalisht nuk është askush apo të jetë shfaqur me emër përgjegjësi për këtë problematikë të inceneratorit. Pra është edhe fjala hetim. Është vetëm hetim. Po, nuk ka asgjë konkrete ose nuk ka asnjë lajm konkret çfarë po ndodh me këtë hetim. Ama konkrete janë që mbi 20 milionë euro janë zhdukur. Kjo është konkret. Janë zhdukur. Kjo është fakt. Dhe ajo kompani vazhdon dhe pse kontrata nuk ka kaluar momentalisht në këtë vishën e jemi, ajo kompani vazhdon dhe shfaq tendera. Dhe para që normalisht për çfarë do përdoren tashmë, do përdoren për fushat. Të ndërpres pak. Edhe për ndihmuar dhe për ata që na shikojnë. Dje ka shfaqur ZDF dhe Arte një dokumentar mbi Shqipërinë. Dhe ndihma që ka dhënë Bashkimi Evropian, pothuajse kalon të gjithë Ballkanin, është për bujqësinë në Shqipëri 40 milionë euro. Ndërsa për të gjithë bujqësinë, ndërsa ne kemi në qytetin e Elbasanit sa është 23-24 sa është fiks? 24 milionë. 24 milionë euro që po të hidheshin për bujqësinë, që s'po shkojë te pension, në qarkun e Elbasanit, do ishin bërë çuditëra, pra janë hedhur 24 milionë dhe aty nuk ka asgjë. Nuk ka asgjë. Ka vetëm është vetëm një mal me plera që vetëm rritet.
ku të 7 bashkitë sjellin plerat në këtë vend depozitim. Dhe ndërkohë, së fundmi është shtuar dhe i Bashkia Rrogozhinës, një bashki e 8 që sjell plerat në Elbasan. Kur përgjigja e fundit e ardhur para pak muajsh tregojnë që nuk ndodh djegja, nuk ndodh procesi. Tani ky dëm kaq i madh, kjo vjedhje kaq e madhe, ky abuzim super i madh. Pyetja ime, kur s'paku? S'paku. Sepse tani një pjesë tash për politikë, është ka qenë e çuditshme shumë parlamentin shqiptar dhe vazhdo drejtë që zakonisht në gjithë botën ata që kanë frikë nga sistemi gjyqësor janë ata që janë pushtet, ata mund të fusin duar diku. Dhe kjo, kur sa herë fliste i drejtuesi SPAK-ut gjithë drodokiste. Tani, ky SPAK në sytë tuaj ku është? Sepse në Shqipëri bëjmë politikë me SPAK-un. SPAK-u do bëj këtë, do bëj këtë. Po dhe 24 milionë euro. Sa ka kjo, sa vite ka kjo? Ju 3 vite keni që merrni ju. Po, që nga viti 2022, kryesirator ka kaluar për shoqërinë Eko Elfsha. Kur për 2022 kanë punuar 24 ditë. Për 2023 në përgjigjen e parë konfirmohet prill-shtator, në përgjigjen e fundit thon prill-dhjetor, që është pak e dyshimt, për 2024 do ka punuar shumë pak se ka pasur probleme në remonti. Do thotë që nuk janë askund. E kuptoj. Pra dhe zjarri që ka fshirë, pra se zjarri është pjesë e botës kriminale, është fshirë si më i mirë gjurmëve. Atëherë, unë nuk kam qenë dhe në PD, jo atakus, nuk kam ngasmarrë shumë me SPAK-un, por tani në zgjedhje më duhet SPAK-u dhe nuk po e shoh. Nuk më duhet pas zgjedhjeve, as mua as kujt, tani duhet. Po na duhet edhe për këto. Pra ju keni plot letër thonë 3 vjet. Ju si shpjegoni këtë? Po flasim tani për sistemin që e kanë bërë ndërkombëtarët, dhe për ne ndërkombëtarët janë alien, njerëz më të mirë në botë. Si e shikoni, si e shpjegoni këtë moment? Unë besoj, duke qenë se ka nisur një hetim, kam shpresën që do shkoj aty ku duhet, por ashtu siç mendoj edhe pjesën tjetër që janë shumë vonë. Ndërkohë për fakte kaq qartazi, do të thotë që nuk po bëjnë asgjë. Po lejojnë që këto gjëra të vazhdojnë të ndodhin. Janë diku të implikuar atëherë, se nuk ka asnjë frika ime ka qenë gjithmonë që kjo është frika e kohershme që këto mund të thënë në një lloj instrumenti dhe polici politike, sepse për të gjetur, për të ngacmuar opozitën, e cila mund të ketë ajo gjunat e veta, i gjen argumentet ose edhe pa argumente i izolojnë. Tani për një qark si Elbasani, për një vend që është varfëruar deri në mirim, ti marrësh 24 milionë euro dhe ti përdosh vetëm ndotje dhe mos t'i japësh asgjë. Ky institucioni që ndodhet në Tiranë nga Elbasani bjetë 35-36 kilometra, që është shumë afër, është një lagje, nuk po reagon. Ju thatë që ose dyshoni nuk kanë interes, ose nuk duan, ose mund t'jenë, nuk mund të themi që t'jenë pjesë e saj. Por kjo heshtja nuk më pëlqen. Gjithsesi, më flisi pak për efektin e ndotjes. Atëherë ndotja që po shkaktohet Elbasanit, jo vetëm Elbasanit tashmë, se duke qenë se shkaktoi ndotje direkt në lumin Shkumbin, do thotë që kjo ndotje vazhdon dhe kudo shkon nëpër masa më të mëdha. Ndotja është në ujë, në gjitha toka që janë përreth, në qytetarët asaj zone që nuk mund të jetojnë dot më, dhe ndërkohë nuk ka asnjë ndryshim sa do të vogël apo një rregullim sa do të vogël, por këto qytetarë që të paktën t'jap një rrugëzidhje. Në pyetje, ky djegës në projekt ishte planifikuar të ishte në nivel europian, siç e kanë ndërkombëtarët, siç e kanë italianë, gjermanë, anglezë. Po, në projekt ka qenë projekt europian, duke qenë se përfshinte të 4 pikat: pranim, grumbullim, trajtim dhe incinerim. Siç ndodh kudo që ka 4 procese që më pas përveç djegësit të prodhojë dhe energji. Po ndërkohë, deri më sot nuk ka prodhuar asnjë kilowatt energji. Aty çfarë ka? Ka ajo pajisja përveç që djeg në mënyrë primitive, apo çfarë bën? Apo nuk ka kohë që nuk punon fare? Ka kohë që nuk punon fare. Në të vërtetë duhet punonte si djegës me standardet e larta, që do të thonë mos përdonte as ndotje, me filtra dhe të përdonte energji, që kjo energji që prodhohej automatikisht të funksiononte edhe për incineratorën veç, nuk është pse të paguhesh energji shtesë ndërkohë që për këtë që funksionon. Tani unë po ndërhyj, po me që kam të kamerën në vogël, pra dhe them tani, qytetarët ndërro kuptoni një gjë, 24 milionë euro,
që janë paguar nga taksat e njerëzit, një popull të robtuar, 24 milion euro, nuk ka asgjë. 24 milion euro. Nuk ka asgjë, nuk punon asgjë fare, pra fiksojeni. Ke dhënë 24 milion euro dhe s'ka gjë. E ke ble 5 euro, e shtyp, nuk nizet. E ke ble 24 milion euro. Menoni pa. 24 milion euro është ble dhe nuk nizet fare. Ka gjë? Apo jam gabimë? Se duhet me shku dhe me para. S'ka gjë. Tani, ju qofshi bashkë me mua e bashkë me Zojnë si të Reksimenës. 24 milion euro. Lutëm, se më kapi kështu më vjen dhe kur më fuqes punon fare. Në dijës punon. Po, është shumë e vërtetë, ndërkohë në vend të djegë pler, po djeg lekët e taksa paguese të gjithë qarkut e Elbasanit, dhe kjo është e tmerrshme. Ka rrugë fare se djegë ai po i ridjegë, po i shkatron. Tani sistemi i drejtësisë nuk funksionon. Parat vazhdojnë, se kontratat vazhdojnë paguhet, Po. Sa është paga që merr incineratori nëse e keni? Sa vazhdon marrin pagesat sipas kontratës? Janë 94 punonjës. 94 punonjës. 94 punonjës. Ata janë atje në po mi çfarë bëjnë ata atje kur ai ndizet? Sa e vërtetë është nëse janë atje? Se askush nuk ka me sa kam parë nuk ka askush që ketë pasur këto të gjithë të punonjës brenda, të ketë pasur mundësinë që ti kontaktoj, ti intervistoj këta punonjës. Që çfarë po ndodh? A jeni listë pagesa? Për çfarë jeni në gjithë këto vite? Dhe ndërkohë bilancët dalin po me humbje. Po jo me humbje, po nëse po nuk u ndez dhe pajisje që është atje. Çdo pajisje po s'u ndez nuk. Është e humbur, jo bilanc, nuk ka bilanc, ai nuk është aktiv në pra ju më këtë që më fat, pra më mbyllët të gjithë pjesën e komunikimit sepse këtu nuk ka, kjo është për të ardhur keq, pra. Gjithë ky qytet vetëm hedh mbetjet atje dhe ndonjëherë këta ndezin zjarrin qëllimisht, ti di vetë zjarri qëllimisht që të zvogëlojnë mbetjet. Kjo është e tmerrshme. Pra ky është ai. Thjesht për të ulur se si në mbetjet asgjë. Tani nëse e keni këtë shifër, vazhdojnë kontratat që i paguajnë firmës, sa mund të jetë shifra, nëse amensoni, nëse e keni të saktë. Që marrin nga buxheti. Atëherë shifrën e saktë momentalisht nuk e kam, por kontrata e këtij viti nuk ka kaluar. Sa ka qenë më parë? Ka qenë diku mos gaboj tek 2 deri 3 milion euro ose në të vërtetë shifrat e sakta ato janë një përafërsi. Sa 2-3 milion euro për sa kohë në vit. Dhe ndërkohë flasim për një kosto që paguajnë qytetarët 2500 lekë për tonë. Normal, pse kush mendoni ju që këtë e paguaj Rama? Por këta por nuk e paguaj asnjë nga parat e babës vetë shtëpisë vetëm, këtë e paguajnë nga parat e njerëzve, se to 2.500.000 euro mund të shkoshin te spitali i Elbasanit. To 24 milion euro mund të shkoshin te arsimi, mund të shkoshin te pensionistët që janë smurë duke vdekur, mund të shkoshin për ribursimin e ilaçeve, mund të bësh 1000 gjëra humane, mund të shkoshin tek fëmijët në shkollë që thajnë ftohti për vjet dimrin. Kjo është masakër, tragjedi. Ju jeni marrë edhe në proces gjyqësor, keni bërë të kallëzim për këtë? Jo, nuk kam kallëzim. Apo jeni marrë në politikë dhe kështu? Atëherë, unë kam dërguar një informacion prokurorit të rrethit në lidhje me çështjen e incineratorët. Një informacion të mbledhur përgjatë gjithë këtyre viteve për të parë se si do shkojë më pas. Nëse do merret parasysh, nëse do hetohet, do vazhdohet hetimi, edhe nëse do përfundoj. Dhe çfarë përgjigje ose çfarë ka thënë prokurori i rrethit? Që po vazhdon hetimi dhe janë në hetim. Janë duke mbledhur provat e duhura për të vazhduar hetimin. Më falë, pra kjo është se ne po përpiqemi. Pra këto janë fjalë që nuk thonë asgjë, pra janë fjalë infinit. Ne do vazhdojmë, do mendojmë, jam parrull. Zakonisht parrulla nuk thonë gjë. Dhe për ta kapur në hallëxhi, i fikin derën ata. Çfarë bën aty hallëxhiut ata? I marrin dhe lekët, i thonë kujdes, se më tysh 2 vjet, futesh 10 vjet, kap ky nen, ai nen, se ke hyp, se ke zbrit. Këtu janë në hetim. Pra e gjithë Bashkia e Elbasanit është kryevepër, dhe kanë nxjerrë, kam përshtypjen, le të më ndihmojë dikush, po kanë nxjerrë dhe ka bërë një listë patronazhistësh, një listë njerëzish që duan kaq vota. Ti duan që ky incineratori të vazhdojë. Dhe pra ai të vazhdojë të mos punojë dhe këta të vazhdojnë të hetojnë. Dhe ne të vazhdojmë të varfrohen. Kjo është fabulë? Por mirë, Bianca. Kjo është një bisedë që sinqerisht mua më trishton, po të gjithë neve na trishton, sepse jemi vend i varfër. 20 milion euro kur e dëgjova emisionin dhe e pash të
vendet që janë shumë pasura ja din shumë vlerën paras. Dhe ata thonin që një buxhet shumë i madh, dhe unë po mendoja shumë i madh, që do ishte 200-300 milion euro. Është 40 milion euro. Dhe neve në ka ikur vetëm në një qytet si Elbasani 24 milion euro. Dhe po vazhdo. Pra, më shumë se gjysma e 40 milion euro që ka dhënë e gjithë BE-ja, me gjithë vendet e pasura, me gjithë buxhetin e saj për bujqësinë. 24 i ka marrë vetëm Elbasani. Pastaj po shkojmë te Firje, po shkojmë te Tirana. Do të lidhem me këtë, do të them dy fjalë. Në Brazil sot ka një skandal. Në skandali, Brazili është vend dhe në ekonomi botërore. Bëhet fjalë për 250 milion euro dhe atje është bërë nami. Skandal i tmerrshëm politik, shoqëror, njerëzit janë rrugëve. Incineratorët total më duket i afron 500 milion euro shit. Nuk të afron e thësh. Me një popullsi për 3 milion banorësh, ose nëse tani janë 1.7 milion banorë. Gjysma kanë ikur, gjysma i kanë jashtë për të ushqyer, nga halli xhi. Tani çfarë duhet presim më që të reagojmë? Çfarë duhet presim? Bianca, të lutem, se kjo është një temë shumë interesante. Një mesazh, siç e kemi traditur në këtë bisedën tonë, por ata që na shohin, çfarë mesazhi kemi? Çfarë do të thonë? Lidhje me incineratorë, lidhje me këto ndryshim që do ndodhi për 3 javë, vit. Kush është mesazhi juaj i ndjerë? Mesazhi im për qytetarët e Elbasanit është që në radh parë të mendojnë për familjen e tyre, për fëmijët e tyre që kanë zgjedhur të jetojnë në këtë qytet, dhe të mos largohemi, por të bëjmë ndryshimin tonë në 11 maj. Duhet patjetër të ndryshojmë dhe mos lëmë më të tilla gjëra të ndodhin, të tilla vjedhje, mashtrime dhe skandale të tilla na mbulojnë. Duhet patjetër të bëjmë ndryshimin në 11 maj. Bianca, të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi, por edhe ndjedhi lloj trishtimi që sa më shumë marr vesh gjëra, që unë e kam injorin, po sa më shumë i rikujtoj këto që kam marrë vesh, aq më e trishtë situata. Faleminderit që jemi në episodin tjetër.